Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Evropian paralajmëron takim tjetër të nivelit të lartë në dialogun Kosovë-Serbi. Takimi i fundit ndërmjet Besnik Bislimi dhe Petar Petkovićit, kryenegociatorët e dialogut Kosovë-Serbi, përfundoi pa rezultat më 11 shtator në Bruksel. Sa i përket dialogut Beograd-Prishtinë, Kallasi do të thrasë një takim të nivelit të lartë sapo situata ta lejojë, thuhet në përgjigjen e Bashkimit Evropian pas interesimit të mediave. Ish kryenegociatori i dialogut dhe ish ambasador kanë paralajmëruar se procesi mes Kosovës dhe Serbisë mbetet i bllokuar deri në formimin e qeverisë së re, pasi ndërmjetësit ndërkombëtar janë në pritje të krijimit të institucioneve legjitime për të rifilluar bisedimet. Nderohet lufta UÇK-s në Kosovë. Me rastin e 27 vjetorit të rënies së 41 dëshmorëve të kombit bashkë me komandantin e brigadës 113 Mujo Krasniqi, u mbajt një akademi përkujtimore ku u nderua sakrifica, heroizmi dhe vepra e dëshmorëve që ranë për lirinë dhe bashkimin kombëtar. Kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve, Xhavit Jashari, u shpreh se lufta UÇK-s është e drejtë dhe çlirimtare, duke kërkuar drejtësi për krerët e UÇK-s që mbajnë hak. Ndërsa general Daud Haradinaj përmendi se rënja e Mujo Krasniqit dhe bashkëluftëtarëve të tij ishte humbja më e madhe, por dhe burim force dhe frymëzim për UÇK-n. I pranishëm në takim, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti shtoi se lufta u fitua, por sfidat kombëtarisht nuk kanë përfunduar, duke kujtuar veprimet anti-shqiptare dhe propagandën që vazhdojnë të rrezikojnë identitetin shqiptar. Bota. Sulmi antisemit në Sydney shkaktoi vdekjen e të paktën 15 personave gjatë një feste hebraike. Policia australiane deklaroi se 2 persona, një baba 50 vjeçar dhe djali i tij 24 vjeçar, janë autorët e mundshëm të sulmit. 50 vjeçari ka ndruar jetë, ndërsa 24 vjeçari është aktualisht në spital, teksoi policia Walesit të ri Jugor Malanion në një konferencë për shtyp. Autori i sulmit në Sydney është ndaluar nga një qytetar i Sydney i fesë muslimane dhe pronar i një dyqani frutash në periferi të Sutherland. Pas përleshjes, ai arriti të merrte armën nga terroristi, duke shmangur përdorimin e mëtejshëm të saj. Sulmi i cilësuar si terrorist nga Australia është dënuar nga e gjithë bota. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se antisemitizmi nuk ka vend në këtë botë. Lutemi për viktimat e këtij sulmi të tmerrshëm, komunitetin hebre dhe popullin e Australisë. Ndërsa Benjamin Netanyahu, kryeministri i Izraelit, deklaroi se muaj më parë dërgoi letër kryeministrit të Australisë ku thuaj se politikat e tyre po i hedhin benzinë mbi zjarrin antisemitik. Kjo nxit urrëtitjen ndaj hebrejve që tani po përhapet në rrugët tuaja. Antisemitizmi është kancer, ai përhapet kur udhëheqësit heshtin, prandaj dobësia duhet të zëvendësohet me veprime, apeloi Netanyahu. Ndërsa presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se jemi të bashkuar kundër dhunës, antisemitizmit dhe urrëtitjes. Gjermania paralajmëron Europën se koha e mbrojtjes amerikane ka përfunduar. Kancelari gjerman Friedrich Merz në një fjalim të mbajtur në Kongresin e Unionit Kristiano Social, CSU-s, paralajmëroi fundin e Pax Americana, duke i kërkuar kombeve europian të përgatiten për ndryshimin e lidhjeve transatlantike dhe të forcojnë mbrojtjen në mënyrë të pavarur. Die Jahrzehnte der Pax Americana sind für uns in Europa und auch für uns in Deutschland weitestgehend vorbei. Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben. Und da hilft auch keine Nostalgie. Und ich wäre einer der Letzten, der sich dieser Nostalgie nicht gerne hingeben würde. Aber es nützt nichts. Es ist so. Die Amerikaner nehmen jetzt sehr, sehr hart ihre eigenen Interessen wahr. Dekada e Pax Americana për Europën dhe Gjermaninë në masë të madhe ka mbaruar për ne. Ajo nuk ekziston më ashtu siç e kemi njohur. Nostalgjia nuk do të na ndihmojë, edhe pse do të isha i fundit që do t'i dorëzohesha kësaj nostalgjie. Ky është një realitet. Amerikanët tani po mbrojnë në mënyrë shumë të ashpër interesat e tyre. Dhe kjo është arsye pse tani duhet të mbrojmë interesat tona, tha Merz. Kancelari u tha europianëve se prioritetet strategjike të Washingtonit kanë ndryshuar. Ai u shpreh gjithashtu kundër lëshimeve të tepërta ndaj Moskës në përpjekje për t'i dhënë fund luftës së Rusisë në Ukrainë, duke argumentuar se kjo vetëm do të forconte ambicjet e Kremlinit. Ai tha se presidenti rus Vladimir Putin nuk do të ndalet në Ukrainë, duke paralajmëruar për përpjekjet për të rivendosur kontrollin mbi ish territorit sovjetike, duke paraqitur kërcënime afatgjata për sigurinë europiane. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.